Nga diën e mbrëmje, ka nisur një histeri e madhe kolektive për të mbrojtur figurën e Granit Xhakës, dhe nga kush? Nga ne shqiptarët, të madhe të vegjël, sportistë dhe politikan, të gjithë kanë dashur pak copës nga tema e momentit. A duhej vërshëllyer Granit Xhaka? Sot praktikisht vetëm Edi Rama nuk ka reaguar në lidhje me këtë temë. Shikoni, është shumë e kuptueshme kur njerëzit e sportit të flasin për këtë çështje dhe të kenë mendime të ndryshme. Bota prandaj është e bukur. Do të ishte shumë e mërzitshme sikur të mendonim të gjithë njësoj, por kur dalin disa personazhe jo sportiv që e mbrojnë figurën e Granit Xhakës vetëm sepse e njohin dhe pa e ditur fare historinë, kjo është e neveritshme. Në rregull, por nga kush po e mbroni? Nga ne shqiptarët? E sigurt është se nëse lojtari në fjalë nuk do të ishte Granit Xhaka, të gjithë do të mbronin tifozët e Kosovës, ata që veprohen në këtë mënyrë. A është Granit Xhaka një prej atyre lojtarëve shqiptar më të mirë të prodhuar ndonjëherë në historinë tonë? Po, është, e vërtet. A i meriton e Granit Xhaka të vërshëllimet? Ndoshta jo, por e sigurt është se as duartrokitjet e tifozëve nuk i meritonte. Dikur zgjodhi Zvicrën para Shqipërisë. Njerëzit thanë se kishte prapaskena kjo histori. Shqipëria nuk të vlerësonte. Pastaj Kosova krijoi përfaqësuese dhe Xhaka mund të vinte te Dardanët, por prap jo. Zgjodhi që të qëndronet e Zvicra, por në një moment që karriera e tij po vjen drejt fundit në jetën e dytë të futbollit, mund ta kursen në mbështetjen kaq pasionante për Zvicrën dhe të mbështesë më shumë Shqipërinë dhe Kosovën, përtej deklaratave çou Adem. Ademi për sa kohë ishte punoi me jetën e tij për Shqipërinë dhe Kosovën. Ai e mbylli ciklin e tij. Çfarë do bëjmë ne të tjerët që duam të çohet Ademi? Kjo është edhe pyetja, dhe është e disa herë që në mediat e Zvicrës Granit Xhaka po thotë se lojtarët që vinë te Kosova dhe te Shqipëria janë të dorës së dytë, pasi ata të dorës së parë zgjedhin vetëm Zvicrën. Kjo nuk është thjesht ofendim për lojtarët që ne kemi, por është edhe një sinjal për lojtarët e tjerë që Zvicra nuk duhet të llogaritet përpara Shqipërisë dhe Kosovës. Kjo e thon publikisht, po dëgjojmë dhe marrim fjalët e ambasadorit shqiptar me logon e Zvicrës. Nëse Granit Xhaka e mendon realisht këtë gjë, është shumë e turpshme, po të njëjtën gjë e tha pak më parë edhe Blerim Xhemaili, por aty ishim të gjithë bashk në një mendje që t'i idheshim në fyt. Granit Xhakës jo, ai duhet mbrojtur. Blerim Xhemailit po, ai duhet sulmuar. Nëse kjo pastaj është një deklarat për të konsoliduar pozitat e tij te Zvicra, duke menduar prap për të ardhmen jashtë futbollit, tregon prap një interes që vendoset mbi kombin dhe Adheun, që është akoma edhe më e vështirë. Granit Xhaka është lojtari më i madh aktualisht në botë, por shumë i vogël për të vendosur mbi figurën e Kosovës dhe figurën e Shqipërisë. Ndoshta nuk meritonte vërshëllimat, por e sigurt që nuk meritonte as duartrokitjet. Shqipojën në Serbi e bëri edhe Rejmanaj, por kjo nuk do të thotë se do të qëndrojnë gjithë jetën duke vlerësuar vetëm për këtë pjesë, nëse Rejmanaj paraqitet në mënyrë skandaloze për 5 ndeshje radhës dhe Shqipëria dhe nuk di më se çfarë fet në të ardhmen. Jeta vazhdon. E rëndësishme është që interesat tona të mos përplasen me të mirën e kombit, dhe për momentin interesat e Granit Xhakës përplasen her pas here me interesat e kombit. Një tjetër intervistë në mediat e Zvicrës dhe një tjetër intervistë në mediat shqiptare. Historia kishte një fund të ditur, nuk mund të vazhdosh të luash gjithmonë me dy porta, duhet të zgjedhësh njërin, dhe Graniti e ka zgjedhur prej kohësh.